Ka qenë njerë zakonshëm, ka qenë me zemër Luanën, ka qenë projekti besoj 4 muaj, 5 muaj, tek TV Klani, kemi qenë në prime time, ka qenë një eksperiencë fantastike, aq e bukur ka qenë sa njerë për natë vjetëri, u ftofa dhe kam bërë 12 gjilpëra. U ftofa aty se isha zbath, edhe nga këto pjesa e backstage-eve, po eksperjenca shumë e bukur me Luanën. E përshëndes, sepse ai do filloj dhe fermën tani tek Vision Plusi, është zyrtare, dhe ka qenë shumë bukur, kam shijuar shumë. Tu kisha një lloj lirie që të bëja çfarë lloj gjëje që doja, nuk e kisha të përcaktuar, që mund bëja femra, meshkuj, çfarë të doja. Edhe ka qenë shumë e bukur si eksperiencë. Ndjehesh mirë në atë pjesën kur ndoshta mund të nxjerrësh diçka prej vetës, të bësh çka të duar, që të cekë, si në këtë pjesë. Patjetër, imagjino tash, te puna jote, të thonë ty bëj çfarë të duash. Nuk ta përcaktojnë. Se ka të që ta përcaktojnë, thonë, ti do bësh vetëm këtë, ose do paguhesh për këtë. Kurse konto ti do bësh çfarë duash, ti absolutisht